Me rastin e ditës ndërkombëtare të shëndetësisë, Komuna e Kërçovës në bashkëpunim me Poliklinikën Altea Si në sheshin e qytetit organizoi kontrolle shëndetësore falas për qytetarët. Kryetari i Komunës së Kërçovës, Fatmir Dehari, tha se ky aktivitet sensibilizues shëndetësor është një ndër aktivitetet e parapara nga programa e komunës për kujdesin ndaj shëndetit të qytetarëve. Edhe programin për shëndetësi, ku kemi vlerësuar disa ditë që t'i shënoj Komuna e Kërçovës me aktivitete modeste, siç është sot në ditën pra e shëndetësisë botërore. Dhe në bashkëpunim në këtë rast me Poliklinikën Altea Si, në sheshin e qytetit organizon kontrolle falas për qytetarët. Falenderuar pra përgjigjes që i dha pra Poliklinika Altea Si, pra qytetarët kanë mundësi nga ora 10 deri në ora 1 të bëjnë kontrolle, njëkohësisht edhe të marrin këshilla nga mjekët që janë prezent këtu. Pra e gjithë kjo është që ne të mbështesim në këtë rast qytetarët tanë, pra ata që kanë nevojë, po gjithmonë ne vlerësojmë punën e mjekëve, përditshmërinë e tyre, angazhimin e tyre dhe njëkohësisht është edhe një mesazh që vlerësojmë jashtëzakonisht punën e shëndetësisë pra të gjithë atyre, pra duke filluar nga motrat medicinale deri tek specialistët në fushat e ndryshme.